kampion fuqi dhe duhet që të mbroni dhe titullin kampion. Sa të rëndësishëm është në këtë fazë tani që do të ballim një skuadër si Vllaznia që rivaliteti më shumë se kur është me Shkodranin? Është një ndeshje që është shumë e vlerësuar nga ana jonë, sepse është një skuadër që është në vend parë në kampionat dhe si ne i synon të dy trofet. Kupa është një trofe shumë i rëndësishëm dhe themi që çdo kundërshtar në këtë fazë është shumë i vështirë. Themi se kemi një kundërshtar si Vllaznia që së bashku me ne jemi dy ekipet më të titulluara në këtë kaçe, por është e bukur të shohim një klasikë të futbollit shqiptar siç është Dinamo dhe Vllaznia. Jam i kënaqur që jemi përballë Vllaznisë në këtë moment. Referuar tabelës së klasifikimit, a shikoni kupën si shpëtimin e sezonit? Kupa ka diçka tjetër, është normale që të ndihmon shumë për sezonin, por themi që kemi edhe një objektiv tjetër për arritjen në kaçe në kampionat. Themi që të dyja janë të mëse të arritshme, si kupa dhe kampionati, por dhe kupa t'jep një shtysë shumë të madhe për gjithë vërtetës. Referuar asaj që ka ndodhur në Avisten Superiore, e shikon një sfidë brenda sfidës me Shkodranët, takimin gjysmëfinal në grupin shqiptar? Absolutisht, së bashku me drejtorin e Vllaznisë Sinanin, shtrënguam durat, i uruam fat njëri tjetrit. Ato janë gjërat kaluara, futbolli që japin këto dy ekipe si Vllaznia dhe Dinamo, mendoj që do të shpalosen dhe në fushën e lojës dhe do të respektojmë këto dy emra të mëdhenj të futbollit shqiptar, siç është Vllaznia dhe Dinamo. Dinamo është jashtë kaçes për momentin, kërkon të transmetojë qetësi, ka dhe një fazë për të luajtur. Ka ndryshuar objektivat rrugës apo vazhdon të mbetet prioritare titulli? Shiko, këto oscilacione apo këto mungesë rezultates për shumë arsye, pjesa dëmtimeve, por dhe fatit në mes, është dhe një fazë për të luajtur. Këto problematika që kemi hasur ne mund t'i hasin edhe ekipet tjera, por ne gjithmonë llogaritë do të bëhet në fund të kampionatit. Tashmë kemi hyrë në një fazë që do t'i marrim ndeshjet një pas një, duke filluar nga fundjava me Teuton, pastaj edhe me radhë. Jemi pak jo të kënaqur sepse jemi aktualisht jashtë kaçes, por gjithsesi besimi është që ne do të jemi në kaçe në fund të kampionatit. Kjo do të thotë që vazhdon të jetë prioritare për klubin titulli kampion. Në qoftë se thash, kur themi hap pas hapi është që të marrim pjesë në kaçe, duke qenë kaçe pastaj do luftosh edhe për titullin kampion. Në qoftë se s'jen kaçe pastaj s'ke çfarë lufton. Si është situata në klub? Humbja me Partizanin ishte dërmuese në anën morale. Jo, fjala dërmuese është shumë e madhe, është një humbje që s'let shihet mirë, por situata është e qetë. Lojtarët e kuptojnë ku është rëndësia e kampionatit, në çfarë faze të kampionatit jemi, përvojën që kanë do ta shpalosin në këtë fazë të 4 dhe mendoj që kualiteti dhe përvoja e këtyre lojtarëve dhe stafit së bashku me drejtuesin, sidomos presidentin, do të dimë që ta kalojmë të moment jo shumë të mirë të momentit dhe për të arritur aty ku e meritojmë në fund.